بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد هم دي شفت الله جل وعلا صلوات والسلام تشوفشن për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vazhdoj me shpjegimin e historisë apo sirës dhe me historisë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi me të dashurve të tij, me biografinë e 10 të përgëzuarve me xhennet, ata të cilët xhenneti i priti me emër. Kemi përfundu historinë e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala an. Kemi fillu me historinë e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu. Kemi shpjegu për emrin e tij, për jardin e tij, disa veçori të tij radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe sot inshallah ta'ala do të mundohemi me i plotësu pjesë disa po them prej çështjeve më të rëndësishme të jetës së tij, për faktin se historia e këtyre burrave të mëdhaj nuk mundet me u përtheku me dy derse. Sot me lejnë Allahu Gjelle wa Ala do ndalim në disa pika rreth Umerit për dijen e tij, wara'in e tij, taqwallahun, do të thonë Umerit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj khilafetin e tij, se qysh është caktuar Umeri khalife. Pastaj me lejnë Allahu Gjelle wa Ala do t'i përmendim disa gjëra me të cilat është veçu khilafeti i tij. Shkurtimisht për çlirimet që janë bëntohë në kohën e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj disa gjëra të cilat ka qenë i pari që i ka vendosur radhiyallahu ta'ala anhu, po flas pas pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe Ebu Bekrit. Pastaj disa çështje të rëndësishme rreth personalitetit të Umerit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj vdekjen e tij edhe dashurinë që Alul Beyti e kanë pas për Umerin radhiyallahu ta'ala anhu. Sa i përket dijes së Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, ka qenë prej sahabeve më të ditur. Ka qenë prej sahabeve më të ditur. Shënon Imam Buhariu dhe Muslimi në dy koleksionet e tyre të sakta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa një ëndër që ju është afru një enë me qumsht, ka pi vetë derisa është ngopur. Pastaj ja ka dhënë Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, edhe Umeri ka pi prej saj. Kur është pyet pejgamberi se me çfarë e komenton këtë ëndër, ka thonë me dije. Ka thonë me dije, dhe kjo është aludim që Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ka pas dije të madhe dhe dije të pastër. E këtë dëshmojnë edhe shokët e tjerë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilët janë njoftë me dije, se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu thotë kështu: kur përmenden njerëzit e mirë, atëherë Umeri ka qenë prej të parëve. Ndërsa kur flet për dijen e tij, thotë kana a'lamuna bi kitabillah, ishte më i dituri prej neve rreth librit të Allahut Gjelle wa Ala, wa afqahuna fi dinillah, edhe ishte më faqihu në mesin tonë. Ndërsa me një transmetim tjetër thotë, sikur dija e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu të vendosej me një ond peshojës,
edhe dia e krejt gjallësave të vendoset në anën tjetër të peshojës, kish me apeshu dia e Umerit radiallahu ta'ala anhu. Ndërsa Hudhejfja radiallahu ta'ala anhu, kur flet për dijen e Umerit, thot si kur dia e krejt dynjos t'ishte palun kokën e tij. Qashtu e ka përshkruar Umerin radiallahu ta'ala anhu. Ndërsa për takvallahun e tij, devotshmërinë e tij, e për butësinë e tij flasëm më vonë. Meditimin që ka bërë librit e Allahu xhalla wa ala Umeri është i çuditshëm. Kur përmendin fizikun e tij, thot Al-Muttalib ibn Ziyad, i cili përcjell për Abdullah ibn Isa, thot se Umeri radiallahu ta'ala anhu i ka pas 2 vija të zeza në syt e tij, cilat aludonin dhe tregonin se Umeri radiallahu ta'ala anhu çante shumë. Cilat kanë qenë shej që tregojnë se Umeri radiallahu ta'ala anhu ka qenë prej atyre që kur lexoni librin e Zotit çanin shumë. Ndërsa Hasani radiallahu ta'ala anhu, rahimahullah, Hasan al-Basriu, kur e përshkruan takvallahin e Umerit, thot ndodhte se kur lexonte në wirdin e tij, çka ka për synim? Ka për synim pjesën e caktuar të Kur'anit që ka nda gjatë ditës që ka me lexuar. Ka qenë tradit e selefëve. Edhe kështu duhet me qenë tradit e çdo muslimani, që libri Allahu xhalla wa ala, gjithsesi leximi i tij me pas hise në dijen e tij, do thot në ditën e tij patjetër. Edhe Kur'anit nuk guxon muslimani me ja dhon kohën e tepruar tina, që i bie për çdo gjon kohë, për punë, e për lojë, e për dëfrim, e për familje krejt, ndërsa Kur'ani t'ja jep kohën e mbetur. Kjo është problem. Kur'ani dush me ja dhon vaktin më të mirin që e kiti në ditën tënde. Bismillah, mas namazit sabahit. Fillo ditën me leximin e tij. E thot Hasan al-Basriu rahimahullah, kur Umeri radiallahu ta'ala anhu lexonte prej wirdit të tij, pjesës së tij gjatë ditës që ka pas caktune, kur kalonte në për ajetet e xhennetit edhe xhehenemit, thot i bie të fikt e smurej derisa e vizitonin ditë të tëra. Ndërsa tregohet se njëherë natën Umeri radiallahu ta'ala anhu, që do të flasim pastaj për kontrollin e tij natën që u ka bërë shtëpive të muslimanëve, e ka një lexues prej brenda shtëpisë duke lexuar surën e Tur. Edhe është ul për dëgjon derisa ka rrit tek ajetet e Allahu xhalla wa ala, inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Me të vërtetë dënimi Allahu xhalla wa ala do të ndodhë, edhe nuk ka kush e largon ata. Thot i ka rat fikt Umerit radiallahu ta'ala anhu, kur i ka medituar çto ajete, është vizitu në shtëpinë e tij prej njerëz dhe shokëve dhe nuk e kanë ditë se prej çfarë ankohej radiallahu ta'ala anhu. Ndërsa për angazhimin e tij me Kur'an ka shumë transmetime. Mirë po një e përcjell Abdullahi djali i tij, thot se Umeri baba jam mësimin e surës Baqara gjegjesisht me meditimin e saj, analizën e kësaj sure i ka bërë 12 vite. Kur e ka mësu këtë sure dhe ka përfundu, thot ka therë kafshën dhe ka bërë gosti, edhe i ka mbledh familjarët e tij për këtë përfundim që ka bërë. Radiallahu ta'ala anhu wa rahimah. Ndërsa sa i përket khilafetet e Umerit radiallahu ta'ala anhu, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khalifi i muslimanëve kush ka ardhur? Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. E khilafeti i tij ka qenë i shkurt, nuk ka zgjat, 2 vite disa muaj, 2 vite 3 muaj sa ditë, disa kanë thënë 2 vite 4 muaj. Pasi është smu Abu Bakri radiallahu ta'ala anhu. Edhe thot Aisha radiallahu ta'ala an, vetë se e ka hetu që vdekja e tij po ja afrohej, ka vendos
Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, khalifet muslimanve pas ti me lon Umer radiallahu ta'ala anhu. Mirë po ka fillu me u konsultu me disa shokë të ti. Prej tyre ka thirr Abdurrahman ibn Aufin, edhe i ka thonë më lajmëra apo më trego mu qysh e njeh Umerin radiallahu ta'ala anhu ti. Çka më kishe thonë për Umerin? I ka thonë o khalife i pejgamberit alayhi salatu wassalam, Umerin thotë njeh ti më mirë se unë. Umerin e njeh ti më mirë se unë. Pastaj ka thonë huwa wallahi afdalu min ra'yika fi, pasha Zotin. Umeri mendoj se është më i mirë se sa ajo që ti mendon për ta. Umeri radiallahu ta'ala anhu është më i mirë se sa ajo që ti mendon për ta. Pastaj Ebu Bekri ka ftu disa prej sahabeve tjerë, është konsultu me ta prej tyre me Uthmani radiallahu ta'ala anhu. E ka pyet për Umerin, Uthmani thot kështu: Allahumma ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyatihi. Pasha Zotin, mendoj se ajo që Omeri e fsheh në veten e tij edhe nuk e shfaq tek njerëzit, është më e mirë se sa ajo që e shfaq ajo dhe ajo që ju e shihni, ashtu Omeri radiallahu ta'ala anhu. Wa annahu laysa fina mithluhu. Edhe nuk dyshoj se në mesin tonë nuk ka si Umeri radiallahu ta'ala anhu. Pastaj kanë ardhur disa sahabi tjerë, e kanë pyet Ebu Bekrin, çka po bën, kënd po e lën pas vetes tonë? Ka thonë Umeri, pastaj ka thonë rahimahullah wa radiya anhu, nëse dal para Allahu Gjelle wa Ala edhe më pyet Allahu se çka le pas vetes, thot istakhlaftu alejhim khairahum, në mesin e tyre dhe si udhëhes të tyre e kam lënë njeriun më të mirën që mendoj se është në sipërfaqen e tokës. Pasi Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e ka lënë si khalifet muslimanëve Umerin, ka pas i gjmo konsenzus të sahabeve se ai duhet me qenë udhëheci i muslimanëve. Thot Imam Nawawiu, Allahu e mëshiroft, wa ajma'a as-sahabatu radiyallahu anhum ala ikhtiyari Abi Bakr as-Siddiq wa ala tanfidh ahdihi ila Umar. Krejt sahabët kanë konsenzus të ujdijes një fjale për khilafetin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, pastaj për për caktimin që Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e ka bon për Umerin si khalife të muslimanëve. Edhe kështu ka vazhdu, i ka përmen pastaj se qysh për Uthmanin, qysh për Aliun, inshallahu ta'ala, për ata do të vazhdojmë në derset e radhës. Umeri radiallahu ta'ala anhu është khalifja i par i muslimanëve që i është vendos llaqabi Emirul Mu'minin, përjesi i besimtarëve. Se Ebu Bekrit i kanë thonë khalifatu Rasulillah, khalifeja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur e kanë thirr Umerin radiallahu ta'ala anhu, ja khalifata Rasul, ja khalifati Rasulillah, oj khalifës pejgamberit, gjithsesi i pasardhës e Ebu Bekrit, ka thonë innehu yatul, kjo zgjatët, edhe ka mu zgjatë. Tash kur vdes unë, vjen khalifja tjetër, ja khalifatu Rasulillah, kjo shkon gjatë. Pastaj i pari që e ka thirr me këtë emër, prijesi i besimtarëve, edhe i ka pëlqyer Umerit radiallahu ta'ala anhu, ka qenë Amr ibn al-As. Ka ardhur një delegacion që ka ftuar Umeri radiallahu ta'ala anhu prej Irakit, edhe kur kanë rrinë në Medinë, i ka thonë Amr ibn al-Asit, apo na i thret Emir al-Mu'minin, prijesin e besimtarëve,
Edhe ka hi Amri ka thonë, ja emir al-mu'minin, o prisi besimtare, po të thrasin filoni dhe filoni, ka thonë çka the, prisi besimtare. Dhe i ka pëlqyer Omerit radhiyallahu ta'ala anhu kjo thirrje, edhe ka vazhduar pastaj me u thirrën halife e muslimanëve si emiru al-mu'minin. Prej çështjeve që është veçu khilafeti Omerit radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë çlirimet e mëdha për hapja më të madhe e shtetit islam. Saqë tokat e Shamit krejt janë çliruar në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, e që Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu ka dasht edhe me i tejkalu kufit edhe na përdet me shku edhe me shliru Afrikën. Saqë përshkruhet në librat e historisë kur ka ardhur edhe i ka thonë Omerit radhiyallahu ta'ala anhu se po duan me dal edhe për te i detit, Omeri nuk ka pas idenë çka është deti. I ka thirrën kanë Amr ibn al-As se ai ka udhëtuar deti më herët. Ja përshkruan detin si të vështirë, dallgët e detit, valet e detit, bile ka një herë thot anijet në për deti janë sikur krim bandru. Omer radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë vallahi nuk e vënoj ushtrinë e muslimanëve në këtë rrezik. Pastaj Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë shmethonën i përqëndrueshëm këtë punë që duhet na medal edhe me i të kaluar këta kufi, edhe kur ka udhëtuar edhe ka hip ushtria muslimanëve në detin kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, mirë po ja ka bë shart, ja ka bë kusht Muawiyas që i pari që udhëton, do thotë i prin ushtrisë muslimane është ai me gruan e tij dhe ka ndodhur pas ajo shliru Afrikën kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Për çështjeve të tjera është se Maqamu Ibrahimin e ka largu prej Qabës. Se Maqamu Ibrahim, vendi Ibrahimit që njihet ai far gurin kur e kanë rindërtu Qabën me djalin e tij Ismailin, ka qenë i ngjitur për Qabë. I pari që e ka largu dhe ka vendosur në pjesën që është sot Maqamu Ibrahim është Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, edhe askush prej sahabeve nuk e kanë kundërshtuar. Pse? Se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka nxit me u ka për sunetin e tij edhe sunetin e khulafai ar-rashidin. Gjithashtu në konsiderohet i pari që i ka shkruajt Dawawin emrat e ushtrisë islame. Se Omer radhiyallahu ta'ala anhu ushtrinë ka ndrru, jo për shembull një person veçu ton vitin e gatë luftë. Mirë po i ka regjistru kush janë që të luftë qeta, pastaj grupën tjetër. Kanë thonën me kanë me fillu, kanë me shkujt parin, i kanë thonën ty o prisi i besimtarë, ka thonë ja. Po filloj me familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka filluar me Abbasin, mijën e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Gjithashtu i pari i cili e ka shkru apo ka fillu me e llogarit kalendarin hijri është Umeri radhiyallahu ta'ala anhu. Kanë qenë disa opsione se çysh me filluan me llogarit vitin islam, vitin kalendarik islam. Një ide ka qenë lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ide ka qenë fillimi i shpalljes, do të thonë me filluan viti me u numëru prej kësaj kohe. Një ide tjetër ka qenë, kjo ka qenë ideja Aliut radhiyallahu ta'ala anhu që me filluan prej hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ideja tjetër ka qenë prej vdekjes pejgamberit alaihi salatu wassalam. E para dhe dyta është telashe. Pse? Ibn Hajar rahimahullah flet në Fathul Bari për këtë mesele beagigjon. E para, lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka beagi muhabet. Kur ka fillu, kur ka lind, cilën muj ka lind, cilën dit ka lind. Beagi është mesele, do më thonë ka mos pajtim të ulemoja. Shpallja gjithashtu. Edhe të shpallja, në cilën ku ka filluan, shpallja ka fillu në vitin e 40, kur i ka mbush 40 vite pejgamberi, kur i ka mbush 43 vite mesele. E vdekja është problem, se vdekja sa herë kur e kujton për shembull ti këtë vit kalendarik islam me e filluan me llogarit me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë vështirë. Edhe këto është me thonë si mendim, më një herë është largu, ka mbet veç shka, ka mbetën
hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që gjegjesisht janë themelet e shtetit islam. Edhe Omerit radiallahu ta'ala anhu i ka pëlqy ideja e Aliut edhe kanë filluar me llogarit kështu. Bile në për disa libra e gjen qysh, e gjen me ndërtimin e xhamisë së parë në islam, e që është xhamia al-Quba. Kur ka qenë hijreti pejgamberit, në cilin muj ka qenë, a ka qenë Rabiul Awwal, a ka qenë Muharram, a qysh tek, ata që e din arabisht është mirë më këthyën Fethul Bari se ka shtjellu këtë mesele prej fillim të ka lidhën me marrveshën Bejatur Ridwan. Gjithashtu prej gjërave që veçohet khilafeti Omerit radiallahu ta'ala anhu është se Omeri radiallahu ta'ala anhu ka dalë natën edhe i ka përcjell gjendjen e muslimanëve gjatë natës. Është interesant, po i përmeni disa sene pastaj ndalim në që kjo pjesa e natës. Omeri radiallahu ta'ala anhu ka qenë gjeni. Bile fjale abkari që ka emërtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë emër, Omeri radiallahu ta'ala anhu ka interesu qysh me përkthy, tek me përkthy, mirë po ajo që ka qenë më e përaftë se kon njëri gjeni. Çdo aspekt. Radiallahu ta'ala anhu. E dyta, ata thot cilët e kanë njoft Omerin, janë frigu, edhe shmeton kanë respektu figurën e tij më shumë se sa ata të cilët nuk i kanë njoft. Arabisht i thonë mehabe. Shqip nuk po di çfarë termi me thonë. Janë disa njerëz. Qashtu Allahu Gjelle wa Ala i ka kriju që kur ti jeshti para ti në të shmetonën turprohesh para ti. Qashtu Allahu Gjelle wa Ala i ka kriju atë. Omeri radiallahu ta'ala anhu ka qenë i tillë. E që edhe shejtani që është karën sahihun e Buhariut, nëse Omeri ka trasu një rrugë, shejtani ka ikë prej ti. Është larguën prej ti radiallahu ta'ala anhu. Bile e kam përshkru kështu, inna alladhina ya'rifuna Umar ahyabu lahu min alladhina yajhalunahu. Ata cilët e kanë njoftë Omerin radiallahu ta'ala anhu, të thonën kam pas kujdes, respekti i tyre ka qenë maksimal për Omerin radiallahu ta'ala anhu. Në rregull, prej çështjeve tjera është se Omeri radiallahu ta'ala anhu ka pas el-faras arabisht i thonë shqepe për këthejnë intuit. Omeri radiallahu ta'ala anhu një njeri që ka pa e ka ditë se a ka shërën ta, as ka shërën ta, meselet i ka. Në me thonë, Arab për para a kem kërë me donë qëtë mesele pak. Arab për para ilmu l-farase, dijen e intuitës e kanë studiu. Një njeri nëse ka këtë fizik, nëse ka këtë formë, çka pritet prej ti, a është i mirë, a është i leg, a është prej imamëve që Omeri radiallahu ta'ala anhu është koni që ditë shumë këtë dije, mirë po prej imamëve që e ka ditë qëtë shkencë, po thëmë kështu, ka qenë imam Shafiu rahimahullah, ka qenë i që ditë shumë. Ai prej Mekës ka shku në Yemen, ka mësu 2 vjetë ilmin dijen e intuitës. Edhe mas e ka përfundu këtë shkollim ti, po them, tu këthy rrugës për Mekë, njeriun e parë që e takon, hala pa më rrim Mekë e largë, e takon njonin që kur e shef, e mirëpret, e respekton shumë, thot hajde sonte me bujtë na, e me lejnë e Zotit, nesër e vazhdan udhëtimin, e ja ka morë kafshën, ja ka qubë që me thonë të arive, e ka respektu imamin shumë, i ka boj zmet, edhe mirë po, imam Shafiu, kër e këshyrën fizikun e ti, kërejt shenja të kjo njëre është shqirrirë, është i keqë. Krejt shenja të analudu që është i keqë. Këne kjo njëre për respekton, për afron, imami po që ditët. Tasht i vjen keqë për vetën e ti, thot, po mirë veç ka i kom qua në 2 vjetë, me mësu, thot, keqë shkencë që në esenë së më paska vitë kur gjejtë, që pas shahu palidhe ko. Krejt që ato isha i kom mësu të kjo njëri kokan, që është njëri i shërrit, a këshirë qëfar respekti për bon qëfar shumë. Edhe pushon imami qatë natë, të nesërmit, aja ka përgatit veç kafshën, mjetin e udhëtimit, ja ka bo gati dhe imam Shafiu tasht, po dënë me hypë
dhe them devën e tij dhe më unis për në shku në Mekë. Thot çon kohë. Kur të vesh në Mekë, lëpë thot filonin Muhammed ibn Idrisin. Çka të ke nevojë ti në Mekë, unë thot kam veçan shërbimin tonë. Ai thot mua sot më interesu as Mekë as kur gjë hiç, mirë po ti duhesh me pagu që kaç për çë shërbim që ta kam po. Për ndryshe, nëse nuk pagun këtë, ty e ka me gjetë kjo. Atëhera thot shi se mirë, ku ka puna, e krim pagesën edhe hetë suvës. Nuk më pas ka dështu që e koha ime, që e këmë që që ka 2 vjet në Jemen. Radiallahu ta'ala anhu. Umejri radiallahu ta'ala anhu ka qenë i tilë. Subhanallah i ka ndije senet. Nashta pa i pa në prezencën e ti e kjo, pastaj ulemoja përmenin të kerametet e evlijave. Ka qenë disa transmetime thuhet se i ka të bu njerëzit ka thonën as-salatu gjami'a, të bënë në gjami. Në disa transmetime ka ardhë khutben e gjumos. Sikur o shkon të fol, Umejri radiallahu ta'ala anhu ka thonë ja sariyatu el-jebel. El-jebel. Sarje e ka pas dërgu një ushtrit vetëm për në Irak atje, me çliru një pjesë në Irak. Udhëheci se asaj ushtrie ka qenë Sarje të ibn Zunayn. Në rregull. Kur është afruar ajo pjesë, tash për me i sulmu, ata që thonë vendas të ati vend i kanë rrethu komplet ushtrinë muslimane. Vetëm me një anë tyne ka qenë një kodër. Një kodër që kanë mujt me u mbroj, dhe me thonë, me bo kodrën me lon ka shpina e tyre, e që kush dhvije pastaj për me luftu me ta, me luftu balë për balë. Që mos me i rrethun të në anë. Këto fjalë, Umejri radiallahu ta'ala anhu i ka thonë, ja sariyatu el-jebel. Tregimi është i saktë. Mas një kohë, diku mas një muaji, kur janë njoni prej kësaj ushtrie e bjenë se musliman, pastaj kanë triumfun që të betej, edhe kanë morën, që me thonën, plaçk të madhe të luftës, edhe tash e sjellën Medinë, edhe vjen ja përshkruan ngjarjen e Umejrit. Mirë po, para se me ja përshkruan ngjarja, Aliu radiallahu ta'ala anhu thot le ukhrijanna ma bihi. Thot pa tjetër ka me kuptu prej Umejrit se pse tha qëtë fjalë. Para ndonjë rëndom të shkon të e mojtë khutben, edhe ndërkohë e ka thonë këtë fjalë, ja sarje el-jebel. O sarje, mbroju me kodrën. Shtetu, merë ushtrinë e muslimanëve, edhe vendosi tek rronjët e kodrës, në mënyrë që të luftoni balë për balë me të pafet. Aliu radiallahu ta'ala anhu e ka vetë Umejri radiallahu ta'ala anhu, thot, a e thash këto, ha? Umejri thot, a e thash të qëtë fjallë? Edhe pasaj të regon për ushtrinë e muslimanëve. Kur dhe vjen, ai cile vjen plaçkën e luftës të Umejri, radiallahu ta'ala anhu, thot, jemi konë qëtë gjendje, qështu shkon gjendje e muslimanëve. Deri sa thot e kemi dëgju një zo, i cili ka thonë, o sarje, mbronëm shtetën të kodra. Para mendo, zoni Umejrit radiallahu ta'ala anhu atë në Irak ju ka shkuën, e thot, çka është kjo? Thot, plaçka e luftës që kemi fituën. Thot, ktheje këtë plaçka dhe ndaja ushtrisë muslimane atje. E kjo nëse tregon diçka, ulemoja kanë përmend të intuita Umejrit, të farasatu, mirë po kjo tregon edhe kanë kerametet e evlijave të Allahu Gjelle wa Ala, që nga njëherë çështjet e jashtëzakonshme bën zakonshme. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kush janë evlijat e Allahut? Ata të cilët kanë besuar hak Allahun Gjelle wa Ala dhe kanë pas drejtë atij. E për këtë arsye kur kanë vetë Imam Shafiu rahimahullah për evlijat e Zotit, nëse një njeri e sheh duke ecë mbi ujë, thot as mos e përgënjeshtro, as mos e vërteto për derisa ta shmethonën ta krahasosh apo ta shesh punën e tij se çysh e ka me Kur'anin dhe Sunetin. Nëse është për shembull në rregull me Kur'an e Sunet, me ibadet, me adhurime, me takvallah ndaj Allahut xhelle wala, dije se kjo është shenjë e eulijave të Allahut xhelle wala. Për drejtsinë e Umejrit radiallahu ta'ala anhu, me të vërtet, që shtojnë Arabët hadith wala haraj. Fol edhe më sutut.
Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith: Inna Allaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Allahu drejtësinë e ka vendosur në zemrën e Omerit dhe në fjalët e tij. Radiallahu ta'ala anhu. Ngjarja e tij me njërin prej jahudive, i cili ka pas një problem me muslimonin, e shënon Imam Malikun në Muwatain e tij. Ndan Omeri radiallahu ta'ala anhu drejtësi mes tyre dhe shmeton jep hakin jahudijës. Atëra i thot se në librat e tona të mëhershme, se thot Omer të vërtetën e the, se në librat e tona të mëhershme ka shkrujt kështu: Allahu Jelle wa Ala dërgon dy melaçe që i ndihmojnë atij përderisa gjykon drejt. Ndërsa kur anon të majtë të djathtë, atëherë melaçet largohen prej tij. Gjithashtu ngjarja e djalit të Amr ibn al-Asit në Egjipt, kur kanë garu me një Qibti në fund krishterë që kanë jetuar në Egjipt në atë kohë, kur ka garu mes tyre dhe ja ka mujtë një krishterë, ta ja kanë marrë hakin e tij. Omeri radiallahu ta'ala anhu i thret në Medinë edhe gjykon me drejtësi mes tyre, thot kthenjani hakun që e ka, bile e thot një fjalë të njohur të tij radiallahu ta'ala anhu, thot meta ta'abbadtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Prej kurit njerëzit po i konsideroni sikur robër, kur nonat e tyre i kanë linë të lirë. S'po mundemi më ndalë në çdo detaj këtë mesele, po i ka përsejmë për çdo pjesë ka pak. Ndërsa rahmeti Omerit radiallahu ta'ala anhu, se Allahu Jalla wa Ala sahabët qysh i ka përshkruajnë Kur'an. Në fund surës Fath thot: Adhillat 'ala al-mu'minina a'izza 'ala al-kafirin. Janë të butë, të mëshirshëm, kanë rahmet për besimtarët, ndërsa janë të vrazhd për të pafet. Omeri radiallahu ta'ala anhu këtë aspekt është i çuditshëm. Rahimahullah wa radhiya anhu. Notën kur tham ka dal edhe ka përcjell gjendën e banorëve të Medinës. Po i përmendni disa ngjarje shkurtimisht. Një nat prej natëve del Omeri radiallahu ta'ala anhu edhe sheh një dritë larg. Edhe me ish robin e tij që ka liru prej robrisë e Slemin, thot het shkojmë të çajë dritë. Kur shkon atje, e sheh një gru e cila ka qenë të përzihen në enën, nëse ka vezë në zjarr, edhe të përzihen në diçka. Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur i sheh fëmijën e saj rreth zjarrit, po çajnë, po bërtasin, ajo grua po përzin në atë enën e madhe, thuse ka diçka që është të përgatit ushqim. Shkon e pyet: çka je të bë këtu? Thot që të kam qitë ujë, është nxe, nuk po kojmë ushqim, me çka me ushqy fëmin ton, edhe po mundohen a kështë po tregohem se më të përgatit ushqim, vetëm le të rahatohen fëmit deri sa të flejnë, pastaj me fikë zjarrin. Omeri thot na kalon çet gjendje. Allah i thot ja dhosht hakin Omerit. Po thot Omeri thot kështu, ajo s'është e ditë që është të fol me khalifen. Thot po pse s'ke shku me lajmëru? Omeri? Ku e dina i gjendjen e juve? Po thot pse me shku në me lajmëru Omerin? Kur ai është përgjegjës për neve, ai do të marrë më na pyet neve, jo na me shku edhe me ngo me atrokit në derën ati. Atëherë i thot shërptorit i Eslemit, hes thot shkojmë te Bejtul Mal, shme thonën te ajo depoja ku i kam pas ushqimin. Ka marrë mirë, Eslemi po donë me bardë vetë, ka thonë qitë ma shpinë. Eslemi thot, ja mirë al-mu'minin, onë thot për baj për tyje. Thot, o Eslem, po të thonë qitë ma në shpinë. Thot, ja mirë al-mu'minin, hawin ala nefsek, merë shtrut këtë punë, one po e baj për ty. Thot, o Eslem, a mi ban ti gjunohet e mija në ditën e kiametit?
Atëra ja ngarkon Omerin shpinë edhe shkon. I thot asaj gruaja, largohu veç pak, e merr, e qet millin zjarr, nuj, të e përzi, thot Eslemi. U gërmus thot me dheza dhe zjarrin, thot i fryke zjarrit sa që timi thot e kam pa të dal prej mjekrës Omerit radiallahu ta'ala anhu. Ja u ka përgatit ushqimin, kanë hongër fëmija, pastaj thot jemi larguën, pak se jemi largu, thot ka është ullë Omeri radiallahu ta'ala anhu edhe po pret. Thot hongërën fëmija, lojtën, edhe pastaj kur u rahatun Omeri radiallahu ta'ala anhu, mirë po para se me i përcjell fëmijën, i ka thonë asaj gruaje, sigur ta kishe lajmëru Omerin për këtë. Dhe më thonë për gjendjen tonë. Thot Omeri, ai thot, shme thonë është konë udhëhet si jonë edhe ai do të me pytë për neve. Mirë po i thot, ti ku këshe ma mirë se Omeri dhe ti ku këshe ma me merit për më konë khalife i muslimanëve se sa ai. Parmenone. Asu shkon të ditë njëre që vetë është Omeri radiallahu ta'ala anhu. Një ngjarje tjetër që të regohet për Omerin radiallahu ta'ala anhu se ky ka dalë natë, vazhdimisht i ka përcjell gjendjen e banorëve të Medinës. Ka ndit një zonë prej brenda një shtëpie. Është afruan edhe ka thonë, çka ka, kush është mbrena? Ka thonën, unë jam një grua cila tash jam në momentet lindjes dhe nuk kam asnjë njeri afër me, as burri, as kërkush. Me njëherë Omeri radiallahu ta'ala anhu ka shku të gruaja vetë Ummu Kulthum. Ummu Kulthum kush ka qenë? Ka qenë qika Aliut radiallahu ta'ala anhu që shkone martune për Omerin. Thot, o Ummu Kulthum, apo do shpërblim të Zoti? Aja thot, po qysh s'po du? Thot, Allahu gjelle wa ala ta ka mundësu. Hetë se thot, filon shpijen, një grua kështu. O shpërgatit ajo qka i duen me veti, ka morë dhe ka shku të ajo shpij. Kur kanë mri atë, burri asaj gruaja vetë si kish pas ardhë. Ata si duket se ka njoftë Omerin, radiallahu ta'ala anhu. Është ullë Omeri jashtë shtëpis me burrin e saj, ndërsa Ummu Kulthum ka qenë edhe i ka ndihmuar asaj gruaje derisa ka lind. Ka dalë, Ummu Kulthum i ka thonë, ja emir al-mu'minin, o prijesi besimtarve, lajmëroje shokun tënd se gruaja lindi djalë. Ky ka këthy kryt për onë, ka thonë, ti e prisi besimtarve Omeri? Thot, hawini ala nafsik, rre rahat, ju ka përgatit edhe ushqim Omeri, ju ka afru ushqim, pas e ka morë Eslemin edhe jenë largu. Ngjarja tjetër, Omeri radiallahu ta'ala anhu, e dini, krejt e keni një ngjarjen e asaj vajze, kur i ka fol nënës vetë, se Omeri gjatë ditës ka thonë, po gabon dikush, po e përzin qumshtin me ujë. Edhe gjatë notës ka dalë në për Medinës si zakonisht të e përcjell gjendjen e muslimanëve. Po e ndini shushurim një bised mes banorët një shtëpie. Njona po thot, merr ujë edhe shtoja qumshtit. Tjetra po thot, a e keni Omerin çka ka thonë? Thot, hecë Omerin nuk mund më na pa në këtë notë çka po bëjmë në shtëpinë tonë. Thot, nëse nuk na sheh Omerin, na sheh Zoti Omerit. Omeri Eslemit i thot, shënoje këtë shtëpi edhe të nesërën me pyet se kush është këta. Edhe ka burr në këtë shtëpi ajo. Kur kanë shku kanë pyet, kanë thonë biseda është bë mes nonës edhe vajzës. Nuk ka burr thot në atë shtëpi. Vajza e rritur për martesë. Omeri ka shku në shtëpi vet, ka thonë djavet vet. Unë thot, nuk kam nevojë për martesë. Se sikur të kisha pas nevojë për martesë, qatë vajzë e kisha martu. Mirë po ndonjëri për juve, o shu Abdullah ka thonë, oj dërgumi Zotit, jam i martuar. Abdurrahmani gjithashtu. O shu Asimi, djali Omer ka thonë, oj dërgumi, o prisi besimtarëve, o baba jon, unë e thotë s'kam grua, sikur ta kisha martuar. Edhe kanë kërku atë vajzë, e ka martua Asimi, djali Omerit. Ajo vajzë, tashmë e martuar për Asimin, e ka lind një grua që quhet Ummu Asim. E që në disa transmetime ka ardhur emri i saj Leila.
Pastaj kjo lele e ka linë një gru tjetër, Imam Ibn al-Jauzi këtu e kundërshton, bile thotë se kjo gru është nëna. A di nëna e kujt është kjo? Që i bie gjithsesi gjyshi e kujt është kjo grua? Është gjyshi Omer ibn Abdul Aziz. Para mendoni. Gjyshi Omer ibn Abdul Aziz që e kanë quajtur ulemoja halifja i 5 i muslimanëve i drejtë. Që në kohën e tij çdo dynjoja u mush me drejtësi. Para mendoni vëllezër çka do me thonë kur e keni rob të hajrit në shtëpi. Allahu Jalla wa Ala në surën Kaf kur e përshkruan gjendjen e atyre që ka rrit pasurinë, kush është bë sebeb? Wa kana abuhuma saliha. Baba i tyre ka qenë i mirë. Në këtë rast, nona ka qenë e mirë, që është fa rezultate. Omer ibn Abdul Azizin që azze qatis ka pas vend ku më shpërndan kohën e tina. Se lejma mos flasëm për drejtësinë e tij radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Prej gjërave që tregojnë modestinë e Omerit radhiyallahu ta'ala. Ju e dini kush e ka çeliru Kudsin? Se Omeri radhiyallahu ta'ala njëri ka mbledh shokët e vet, ka thonë shpresoni me diçka, çka kishit shpresu ju? Njëri ka thonë kisha shpresu me pas kaç are argjend më shpenzu rrugën e Zotit. Ai çetri kështu, ai çetri kështu, ndërsa Omer radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë kisha shpresu me pas burra si Ebu Ubejdi e ai ka njëp disa prej sahabeve. Ebu Ubejdi ibn al-Jarrah ka qenë udhëhec i ushtrisë islame kur e kanë rrethu Kudsin. Ju e dini kur është rrethu Kudsi në atë kohë të krishterët që kanë qenë atje ja kanë kushzu me ardh prijesi i besimtarëve me i morë qelsat e Kudsit, me i morë qelsa në dorë. Apo Umeri radhiyallahu ta'ala anhu është taku dikun me ushtrinë islame, ka mojt një khutbe, pastaj kur të bo me hinë afër Palestinës, o shkon një vend që është të bu ujë atë. Paramendon çka ka bo? I ka zbath kont, që me thonë mathjet e tij thot i ka qit në 2 supet e veta. I ka përvjel kontave vet, ka hinë ujë edhe devën e tij e ka ngremi i thonë ujë poshtë. Ebu Ubejde është një keq, se ka thonë me ardhë ata të krishterët me të patynë që gjendje, qëto Omer radhiyallahu ta'ala anhu e ka thonë fjallën e tij të njohur, kemi qenë popull të nënçmuar. Allahu Jalla wa Ala na boni krenar me islamin ton. Sa herë që krenarin e kërkojmë dikun tjetër përveç islamit, Allahu ka vënë nënçmuar. Sa herë kur krenarin e kërkojmë dikun tjetër përveç islamit, Allahu ka vënë nënçmuar. Disa transmetime tjera kur ka hien Omeri radhiyallahu ta'ala anhu Kuds, o shkon me shërtorin e tij me Eslemin, herë njëri të hymdeve, herë tjetri, herë njëri, herë tjetri, la ilaha illallah. Khalife i besimtarëve. Nuk jem të fol për njëri thjesht. Bile tu hien në Kuds, rani kujna shkon me thonë hy për neve? Rani Eslemit. Omer radhiyallahu ta'ala anhu të ngri. Heri kur analizon njëri këtë gjendje, me të vërtet është e çuditshme. Tregimet e ngjarjet shumëta. Omer radhiyallahu ta'ala anhu ka vdek shahid, qysh ka paralajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E ka mbyt Omerin kush? Ebu Lu'lu al-Majusi e ka mbyt kur namazën e sabahit që ka godit me thikën e tij Omer radhiyallahu ta'ala anhu. Ju e dini Omeri mas e kanë bardh në shtëpinë e vet, kanë shku, e kanë vizitu njerëzit, sahabët, e kanë lavdru, bile Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu nëse mundëm me e gjetë dikun, që të libër pak ma herët e lexova, e lavdron kështu edhe i thot. Kohën kur është godit, do me thonë Omeri me thik për i këtij me gjusijës, dhe ka shku në shpinë e vet,
Abshir ja emira al-mu'minin. Ibn Abbas i thot, përgëzimi për ty o prijesi i besimtarëve. Aslamta ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina kafara an-nas. I ke besu pejgamberit alayhi salatu wasallam atëherë kur njerëzit e mohuan. Wa qatalta ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina khadhalahu an-nas. Luftova me pejgamberin atëherë kur njerëzit e tradhtuan. Wa tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radin. Vdiq pejgamberi alayhi salatu wasallam të kon i kënaqur me ty. ولم يختلف في خلافتك رجلان. Për khilafetin tën, kur të ka caktuar Abu Bekri, asnjë njeri nuk ka pas mosbajtje rreth kësaj çështje. Wa qutilta shahidan. Edhe me lejen e Allahu xhalla wa ala, po vdes si shahid. Përgëzime të mëdha për ta. Çka thot radiyallahu ta'ala an? فقال عمر المغرور من غررتموه. I çoroditur është ai i cili i rritet menja kur i dëgjon këto fjalë për juve. لو أن ما على ظهرها من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع. Ka thonë pasha Allahin, sikur të kisha pas sasi të mëdhaja të arit e të argjendit, krejt i kisha thonë nga friga që i kam kur dalë para Allahu xhalla wa'ala. Çka ka sen i kisha thonë? Veç për më siguru që atë ditë kur dalë para Allahu xhalla wa'ala. Kush është i thonë çdo fjalë? Është i thonë një njeri që Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzuar me xhennet. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzuar me xhennet. 2 herë ka ndodhur, edhe në Hira, edhe në Uhud, kur pejgamberi sa kur është dridhen shkodra, ka thonë përqendrohu, qetësohu se mbi ty është një pejgamber, një siddik edhe 2 dëshmor. Për Umerin edhe Uthmanin ka thonë, se me ta ka qenë sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Omer radiallahu ta'ala anhu ka pyet kush është ai i cili ka godit. Kanë tregu që është Abu Lu'lu al-Majusi. Ka thonë elhamdulillah që Allahu xhalla wa ala nuk e ka bën mbytsin tim atë i cili shkaktoi vdekjen time prej umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E kam pas përmend në Shamailun Nabi, virtytet e Muhammedit, një hadith kur pejgamberi ka dal ka pjesa e Qubas me një kopsht, edhe i ka thonë Abu Musa rrit te dera, mos e lejo kërkon me hi. Mos e lejo kërkon me hijen brenda. Veç atyre që ju ka thonë leje pejgamberi, ka hi Abu Bekri i pari, edhe ka thonë përgëzoje me xhennet, është ul pranë pejgamberit. Ka ardhi i dyti, ka thonë përgëzoje me xhennet edhe let hyn. Ka qenë kush? Umer radhiyallahu ta'ala, është ul pranë të dyve. Ka ardhur pastaj i treti edhe ka kërku leje, kush ka qenë? Uthmani. Ka thonën përgëzoje me xhennet edhe lajmëroje se do të godet një sprove madhe. Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë Allahu al-musta'an. Kur kanë ardhur lemoja dhe ka komentuar çet hadith, kanë thonën që ky hadith aludon 2 sene. E para khilafetin se do të vinë me radhë Ebu Bekri, Umeri, pastaj Uthmani. Edhe e dyta se varret e tyne do t'jenë kështu. Varri Ebu Bekrit dhe Umerit radhiyallahu ta'ala. Jo e dini kur khalifja i besimtarëve, Emirul Mu'minin Umer radhiyallahu ta'ala të bë me vdek, e ka ditë që në dhomën e pejgamberit ku është i varros është veç edhe një vend. Çat vend ka qenë të erujt Aisha radhiyallahu ta'ala anha për vete. Edhe ka shku i ka thonë djalit vetë Abdullahit. O Abdullah, shkove të Aishën, nështa Allahu ja zbut zemrën edhe lejon me u varrosu në pranë dy shokëve të mi. Shkon Abdullahi e pyet Aisha radhiyallahu ta'ala pasha Allahin, thot atë vend jam kon të rujt për vete, me u varros pranë dë burrit tem edhe babës tem. Mirë po për deri sa thot prisi besimtarve, Omere kërkon një gjatë të tillë, unë thot jap leje për ta. Pastaj Omere radhiyallahu ta'ala anhu ndihet
shmethonën i gëzum, po në anën tjetër dihet mos valle ka shqetësu Aisha radiallahu ta'ala anha me këtë kërkesë. Pastaj i thot djalit vet Abdullahit, nëse vdes, para se më varros, ndalni thot pak, pyet në edhe njëherë Aishën pas vdekjes time, se mos vallë është turpru prej meje sa kam qenë gjallë, e ndoshta pas vdekjes e ndrën mendimin. Para mendoni, një ta pyetje ka bo prap Aishës, baba thot e kalon këtë amanet, apo lejon më varros pranë këtyre dyve. Edhe Aisha radiallahu ta'ala anha i ka dhënë leje. Edhe Omer radiallahu ta'ala anhu është varros njëtin vend me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me Abu Bekrin. E me të vërtet, kur e lexon historinë e tyre përgjithshme, kur e sheh tani jetën e tyre kanë qenë bashkë. Në çdo aspekt kanë qenë bashkë edhe Allahu xhalla wa ala i ka ndëru që edhe në varre me qenë bashkë me të dytë. Qysh e kanë përmend dietarët ka thonë, sa herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dola one me Abu Bekrin edhe Omerin, isha one me Abu Bekrin edhe Omerin. Edhe Allahu xhalla wa ala i respektoi që bashkën edhe me lejen Allahu xhalla wa ala kanë më urin gjallën si të tillë. Është interesant prej sahabive që mas shumti shiat i urrejnë është Omer radiallahu ta'ala anhu. Ama asnjë drejt nuk kanë. Sa që Aliu radiallahu ta'ala anhu ka thonë nuk ka njeri që e du për i zatë Zotit ma shumë ftyrë tokës sa Omer radiallahu ta'ala anhu. E ka martuar dhe bijen e ti për Omerin. Edhe fëmijën e ti ka emërtuar me emër të Omerit radiallahu ta'ala anhu. A ka mundësi dikush nëse e urrejnë dikan fëmijën e ti me emërtu me qatë emër? S'ka mundësi. Ti kur ja le fëmijës tonë një emër, ja len se e donë të atë emër. Nëse kiti një shok, pastaj ke fillu me urrejt me qatë emër, s'ka mundësi ti fëmijën tonë me. S'ka mundësi ti e vladin tonë me martuar me ata. Për këtë kanë folën ulemoja që të tregojnë do me thonë ngjarjen e dashurinë e Alul Bejtit që kanë pas për Omer radiallahu ta'ala anhu, e që qika Omerit radiallahu ta'ala anhu Hafsa ka qenë martuar për kënë, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe tregova atë ngjarjen kur Omeri ja ka ofruar Uthmanit radiallahu ta'ala anhu për martesë. Uthmani ka thonë edhe si jam interesuar për gra. Ja ka ofruar Abu Bekrit, Abu Bekri s'ka fol. Abu Bekri s'ka fol, ka hesh disa ditë. Sa që Omeri radiallahu ta'ala anhu është ndikeq. Pastaj ma vonë e ka kërku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ka martuar Hafsan. Atëherë Abu Bekri i ka thonë Omerit, atë kujtohet që shtu filan dita, thot po. Thot sikur të e di e një keq për këtë povla, thot jam një keq. Që asë më kreve përgjigja, thot e pata të gju pejgamberi sa të sëmë të e përmen një herë, e kam prit deri sa i ta kërkon. Edhe martoj pejgamberi sa të sëmë. E tash, pejgamberi i Zotit, pe e martën qiken e kujt, të Omerit, radiallahu ta'ala anhu. Kjo është lidhja e ngushtë e Alul Bejtit me Omerin e me Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhum. Lusëm Allahun në gjelle wa ala që të na bëj prej atyre të cilët i dojnë këta bura shumë, punojnë si pas asaj të cilën këta na kanë mësu, edhe të na rinjallë bashkë me ta në ditën e kiametit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.